Logjika e të gjithë pjesëve të tjera të investuara dhe për të investuar është eksaktësisht ajo që u përpoq të shpjegonte Belinda, logjika e bërjes së rrugëve për të sjell më shumë ekonomi, qoftë për njerëzit që i aksesojnë, qoftë në shkallë kombëtare. Dhe nga ana tjetër, për të hapur në mënyrë të vazhdueshme shtigjet dhe për të rritur në mënyrë të vazhdueshme hapësirën në shfrytëzim të një vendi që ka ambicien të bëhet kampion i turizmit në Ballkan. Dhe faktikisht ky është rrjeti i rrugëve i akseve kryesore kombëtare. Nëse ne do të vendosim këtu edhe rrjetin e akseve jo kryesore, po përsëri kombëtare, të cilat bëhen në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, atëherë ju do shikonit që brenda për brenda këtyre zonave ka të tjera rrugë të reja, të rindërtuara, të cilat synojnë pikërisht atë që do të synonte dikush që do të ndërhynte në një organizëm ku arterjet janë bllokuara, ku qarkullimi i gjakut është konfuz, edhe ku kolapsi është eminent çdo ditë. Pra, kemi krijuar në mënyrë të vazhdueshme damar dhe arterje të cilat jo vetëm të funksionojnë në vetvete, siç bëi dikur, hajde na bëj rrugë këtu se kemi ca njerëz janë me ne, po s'do na japin më votën, t'ja u bëjmë atyre se kur vajta unë atje më dolën etj. Në rrugë të cilat nuk kanë kuptim pa njëra tjetrën. Dhe po të shikoni panoramën e gjithçka që është bërë në gjithë këto vite, është pikërisht krijimi i një rrjeti damarësh dhe arterjesh, të cilat të gjitha bëjnë sens sepse janë të lidhura me njëra tjetrën, jo vetëm sepse janë aty në vetvete për një pjesë njerëzve. Dhe e fundit që dua të them, po të shohim sot Shqipërinë turistike, ne faktikisht kemi një shfrytëzim shumë intensiv të nuk e di se kam bërë me përqindje, po të një fashe shumë të ngushtë që është fasha që i përket detit, edhe të pikave ende shumë të rralla brenda në territor. Ndërkohë që pasuria më e posaçme e shqiptarëve në aspektin e thesarit të natyrës në funksion të ekonomisë, nuk është kjo. Është gjithë kjo që është këtej brenda. Dhe mbi të gjitha janë zonat malore të Shqipërisë, qoftë në veri dhe në verilindje, qoftë në jug dhe në juglindje. Pse? Sepse aty, në një fazë tjetër, Shqipëria do mund të çlirojë kapacitete të jashtëzakonshme të një turizmi që sjell konsumator të nivelit lartë. Dhe por ama patjetër që kjo fasha këtu është themelore. Dhe ajo që e bën unike Shqipërinë, po ta shikoni në raport me vendet e tjera rreth rrotullt, është që të dyja këto i ka shumë afër. E para njëherë që të dyja këto i ka. Dhe jo vetëm i ka, po i ka ndryshe dhe i ka me shumicë. Shqipëria është shumë e vogël dhe ka 2 dete. Shqipëria është shumë e vogël dhe ka 9 lumenjë që e përshkojnë. Shqipëria është shumë e vogël dhe ka vargmale të tërë që janë shumë afër detit. Pa llogaritur liçenet e mëdha dhe një numër shumë të madh liçenesh të vogla. Për shembull, ndër ato rrugët e brendshme, këtu nuk figuron, po është rruga e Lurës, e cila është drejt përfundimit, për shembull, dhe plot të tjera si ato. Dhe e gjithë